Send përshëndes. Përshëndetje, Aida, pas ekzekutimit të masave të sigurisë një ditë më parë dhe pas një vendimi të firmosur nga gjyqtarja Fiorella Davidi, tashmë SPAK ka kaluar në një tjetër moment, bëhet fjalë për verifikimet dhe hetimet pasurore nisur nga veprat penale, të cilat janë 6 të tilla: shkelje barazisë dhe pjesëmarrjes në tendra po ankande publike, konkurrencë e palishme, heqje e palishme e lirisë, veprat të kryera në kuadër të grupit strukturar kriminale apo organizatës kriminale, si dhe pastrimi i parave, janë ato çka dyshohen të paktën deri në këto momente 8 subjekte për të cilat ka një masigurie, por jo vetëm, ka po ashtu edhe subjekte juridike, pra kompani tregtare të cilat janë në verifikim dhe në lupën e SPAK nga dita e djeshme, por jo vetëm. Bëhet fjalë deri në këto momente po ashtu edhe për një verifikim paraprak të mbi 100 transaksioneve financiare ndërmjet bizneseve të Ermal Beqirit, zotit Ergjys Agasi, zotit Gzim Hoxha, Roger Spapa, të cilët në skemën e tyre apo qëllimin final këto transaksione të ndërmjetëve të kompanive kanë patur pastrimin e parave, të cilat janë përfituar në mënyrë të palishme nga prokurimet publike të Akshit. Deri në këto momente ende nuk kemi një reagim qoftë nga biznesmenët përfshirë në këtë hetim apo qoftë edhe ndaj zyrtarëve publik, pasi për të kujtuar Mirilinda Kërçanaj, drejtuese e Akshit në detyrë, ka një masigurie, po ashtu ka një masigurie dhe varësia e saj, e cila është Hava Delibashi. Ajo që ka mbetet një pikë pyetje se në këto moment a do të ndërhyjë apo jo qeveria, kur 2 nga drejtuesit e këtij institucioni mjaft të rëndësishëm, jo vetëm për sa i përket buxhetit, por nga ana tjetër edhe teknologjisë informacionit dhe funksionimit të vetë shërbimeve publike shtetërore, do të zëvendësohen apo jo, pasi e prori dhe varësi e prorit janë të dy në pamundësi juridike për të ushtruar detyrën për shkak se ndodhe me masën e arrestit në shtëpi. Përgjegjësia për të tretët, firmosja e pagave, detyrimet ligjore, vijimi i projekteve, do të jetë apo jo ky një objektiv i qeverisë për të ndërhyrë në këtë institucion, pasi ka krijuar një vakum. Një tjetër zhvillim për këtë çështje është se ditën e nesërme pritet që për 6 masat e sigurisë të ekzekutuara të dalin para gjykatës për të komunikuar akuza, për të bërë edhe verifikimin nëse janë apo jo personat të cilët është dhënë një masë sigurie. Pra, ditën e nesërme do të kemi përpara gjykatës posaçme Mirilinda Kërçanajën, e cila do të vi këtu me efektiv policie, po ashtu do të kemi Hava Delibashin, do të kemi zëvendës drejtuesin e policisë kryeqytetit Erion Ismailin, por do të kemi edhe Andis Papën, Gzim Hoxhën dhe Roger Serytën, ndërsa për Ergjys Agasin dhe Ermal Beqirin, SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit në bashkëpunim me policinë e shtetit janë në finalizime e praktikës për të nxjerrë me kartel kuqe në Interpolin ndërkombëtar këta shteta si të kërkuar për vepra të rënda penale. Po, Aida. Ajo që ne paktën kemi parë në këtë rast, rastin konkret, çështja e Akshit është shumë para të përqendruara në disa duar, pak kompani, të cilët përdorin edhe mekanizma të ushtrimit të dhunës, të paktën në 2 raste janë denoncuar ose kanë dalë në media marrja peng, shtrëngimi nëpërmjet dhunës për të tërhequr nga procesi apo për çështje tjera të cilat do të hetohen edhe që ende nuk janë zbardhur, dhe ajo që ne po konstatojmë dhe që po shohim është shkuarja deri tek hetimi pasuror. Ndoshta është çështje procedure, por çfarë ka specifik kjo? Shtoj këtu edhe faktin që Erion Ismaili është pra sigurisht personi që akuzohet se ka marrë peng, ka ndihmuar pra këta biznesmen, të cilët janë në arrati për momentin, që të maksimizojnë paratë e tyre, pra një skem e mirëfillt me të gjitha detajet. Pra këtu nuk flitet vetëm për korrupsion, sikurse dhe kemi parë në fakt edhe tek akuza, po flitet edhe për grupe strukturuara kriminale të cilat janë të gatshme të bëjnë gjithçka për të maksimizuar ose për të përqendruar në pak duar paratë e një dikasteri kaq të rëndësishëm. Referuar njoftimit zyrtarit të prokurorisë posaçme për hetimeve ndjekur nga prokurori Bledar Maksuti, vepra penale e korrupsionit deri në këto momente nuk është atribuar këtyre shtetasve, pra nuk është se është faktuar, por nuk përjashtohet gjatë vijimit të hetimeve. Ajo çka është dokumentuar është veprimi i këtyre shtetasve për heqje të palishme të lirisë ndaj një personi apo ndaj një viktime e cila në këtë njoftim nuk qëndron, por mediatikisht, politikisht ka patur mjaft raportime se bëhet fjalë për një kërcënim ndaj biznesmenit Geron Meçi, i cili po ashtu është i pranishëm në teknologjinë e informacionit,
administrativisht ai ka bërë ankime në Komisionin e Prokurimit Publik, e ka tërhequr, e ka risjell prap, çka nuk është një gjë e fshehtë deri në këtë moment. Kush është roli i Erion Ismailit, pasi sipas njoftimit të SPAK, në pikën 5 thuhet caktimi, masë sigurim, pezullim, ushtrimin e detyra, shërbimi publik, ndalimi i daljes së shtetit, pasi është i dyshuar për konkurrencë palishme nëpërmjet dhunës kryer në formën e veçantë të grupit strukturuar kriminal. A ka marrë pjesë vetë zoti Ismaili në ushtrimin e dhunës psikologjike, fizike ndaj një personi apo ndaj disa persona? Ditën e nesme ndoshta do të kemi mundësi duke i drejtuar mikrofonin për të dhënë edhe ai versionin e tij, por kjo është çfarë rëndon ndaj tij. Korrupsioni në këto 8 masa sigurie nuk është i pranishëm, por nuk përjashtohet, ndërsa në kuadër të grupit të strukturuar kriminal ajo çka SPAK nuk ka shkruar, por ndoshta do ta shkruaj gjatë ditës së sotme ose ditës së nesërme, të gjitha grupet kriminale apo në formën e organizatave kriminale i nënshtrohen ligjit antimafia, çka do të thotë që prej vitit 1992, por në rrethin e parë të tyre familjar, të dytë e të tretë, çdo pasuri kalon në filtrin e ligjit antimafia dhe në rast se ajo nuk justifikohet, nuk dokumentohet, nuk ka burime të ligjshme, automatikisht konsiderohet një pasuri e pa justifikuar në procesin e sekuestrave preventive e më pas në konfiskimin e saj. Por ky proces nuk do të jetë një proces që do të mbarojë për një ditë, për një javë apo ndoshta edhe për një ose disa vite, për shkak se personat janë të shumë të përfshirë, kompanitë, po ashtu nga ana tjetër personat në arati deri në këto momente kemi 2, por burime për MCN Live nga prokuroria e posaçme bëjnë me dije që për sa i përket dosjes Sakshi, ky është vetëm fillimi i hetimeve të prokurorisë posaçme, pasi aktualisht janë 2 procedime të tjera të cilat ndiqen nga prokurori Vladimir Mara dhe Elvin Gogaj. Pra, kemi vjueshmëri, çka do thotë që jo vetëm rëndohen akuzat për personat e përfshirë, por mund të zgjerohet si hetim? Ndoshta mund të ketë akuza shtesë, prova shtesë për këto 8 masa sigurie apo për të tjera, ndërsa për sa i përket procedimeve penale të ndjekura nga 2 prokurorët e tjerë, aty bëhet fjalë për kallëzime të bëra qoftë nga subjekte politike, por edhe nga individ të cilët përveç se përfshin edhe emrin e zonjës Kërçanaj, nuk përjashtojnë edhe subjekte të tjera të dyshuara për konsumimin e veprave penale. Ndërkohë, nga eksperienca, sa e vështirë është që të hetohen bizneset? Tashmë besoj për herë të parë ne kemi një numër të madh të bizneseve të cilat janë përfshirë dhe nuk e di nëse flitet me shifra për çfarë abuzimi bëhet fjalë deri tani. Sigurisht që në media kanë dalë disa fragmente, denuncime të cilat janë bërë dhe shifrat janë konsiderueshme. Por nëse kemi një informacion sa i takon pra abuzimit, çfarë është shkaktuar? Prej vitit 2019, prokuroria e posaçme ka vendosur në rregullat e saj të brendshëm çdo veprim penal i zyrtarëve publik, por qoftë edhe i grupeve kriminale apo organizata kriminale, ti nënshtrohet hetimit pasuror, qoftë edhe në subjekte tregtare. Referuar procese me subjekte tregtare, ka një numër të lartë të tyre të cilët janë hetuar, janë dënuar, po ashtu janë sekuestruar, konfiskuar asetet, çka nuk përjashtohet edhe në kuadër të këtij procedimi penal apo të kësaj dosje etiketuar si akshi, për shifrat monetare të cilat konsiderohen në kuadër të pastrimit të paras nëpërmjet përfitimit palishëm, të paktën deri në këto momente bëhet fjalë për mbi 30 milion euro, por gjithsesi për të kaluar në një shifër të saktë apo në një përllogaritje, besoj edhe SPAK në këto momente nuk është se mund ta ketë 100% të dokumentuar. Është një proces i cili vijon dhe ne do ta ndjekim hap pas hapi për të kuptuar, qoftë edhe nga nesër kur të paktën 6 subjekte, mes tyre 2 zyrtarë të akshit, por edhe 4 persona të fushës së biznesit do të përballen me gjykatën dhe me prokurorin Bledar Maksudi për të dëgjuar me veshët e tyre dhe për të parë me sytë e tyre atë fashikull i cili të paktën deri në këto momente konsiderohet një fashikull voluminoz, por edhe pretendimet se ata janë përfshirë në kërcënimin dhe heqjen e palishme të lirisë ndaj biznesmenit Geron Meçe. E qartë, mirë se dita nesër pasi do të jetë një ditë tjetër, siç e përmendët edhe pak më parë, ku ne do të njihemi me veprime se disa e vështirë do të jetë, po ajo që për të marrë ndoshta ndonjë prononcim ose për të kuptuar se çfarë do të ndodhi,
por këto do të jenë ditë intensive, ka dalë shumë detaje në pa, në fakt të cilat kanë bëjnë që tek mënyra se si ushtrohesh dhunë, se si ushtrohesh presion. Ne gjatë kësaj periudhe, pa parë ende hetimet që janë bërë pikërisht nga Prokuroria e Posaçme, Byrja Kombëtare e Hetimit, ne kemi 2 raste të dyshuara, po themu për të qenë korrekt, të pengmarrjeve, pra të ndalimit të lirisë të personave të cilët mund edhe të jenë dhunuar ose jo ushtruar presion në forma të ndryshme. Pra, është hera e parë besoj që ne përballemi në para të cilat janë para që janë pra në kuadër të tendera publike, por me elemente të tillë kriminal ku, siç është rasti i një ankese që është bërë në një institucion dhe pastaj është vepruar në gjuhë tjetër për tu tërhequr. S'pak të episode ka dokumentuar, por nuk i atribon emrin e viktimës apo personit ndaj të cilit është hequr liria apo është dhunuar, kjo për shkak të një hetimi vijues të sekretit hetimor. Gjithsesi, në vijim ne do ta ndjekim për të kuptuar nëse do të ketë apo jo një dëshmi plot të Geron Meçes, një përballje të tij me këtë grup kriminal tashmë të goditur nga Prokuroria e Posaçme. Faleminderit Arsen për gjithë sa solle në vëmendje. Mund të rikthehemi sërish së bashku në varësi të detajeve, zhvillimeve sa i takon kësaj çështje.